Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Damian Gjiknuri zhvilloi pasditën e të hënës takim me banorët e rajonit nr. 4 në zonën e njohur si ish fusha e aviacionit. Banorët shprehen mbështetje ndaj Gjiknurit, duke pohuar faktin se kur Gjiknuri ishte drejtues politik në Vlorë, veçanërisht në këtë zonë, ka dhënë kontribut, duke lobuar për implementimin e projekteve apo investimeve infrastrukturore. Jemi shumë të kënaqur, do me thonë që preferove që të kthehet përsëri në këtë zonë. Ti emra, zonë ekonomike, zonë industriale. Dhe nuk e quhen të zonë banimi. Ki deputet, ki burr, do me thonë, erdhi dhe heqi vendimin. Dhe nuk e heqi vendimin, duke bërë kërkesë kryeministrit, duke bërë kërkesë. Po ka mbuli ati. Po ti me Nistelishit, u hap një katastrofë e madhe atje, ku është atje poshtë, dhe doshin të gëreshin fabrikë plasmasi. Ki burr na premtoi dhe tha, vetëm kur të futem unë në themel atje do bëhet fabrika plasmase. Prandaj pjesë të tillë na duhen zone. Votat do ta japim atje ku kemi interes dhe ku jepet garancia. Gjiknuri, duke falenderuar banorët për mbështetjen, pohoi se për herë të parë kërkon mbështetjen personale krahas votës për Partinë Socialiste, që është e para, ndërsa pohoi se ka bërë punë të mira për këtë zonë, si procesi i legalizimeve dhe heqja e vijës kufizuese të zonës industriale. Gjiknuri theksoi se ka qenë angazhim personal, duke e cilësuar si provë të fortë pasi nuk e bënte njeri ndër vite. Referuar situatës zgjedhore, Gjiknuri pohoi se për Vlorën ka vetëm një zgjedhje, Partia Socialiste dhe Edi Rama, duke deklaruar se kjo duhet jetë një mirënjohje për çfarë është bërë për Vlorën. Ndërsa sa i takon kandidaturës së tij në këtë zgjedhje, Gjiknuri pohoi se me kandidaturën e tij ofrohet mundësia të votohet për një deputet me eksperiencë, me modelin e një socialisti gjithëpërfshirës dhe i ka dhënë provat për zgjidhjen e problematikave, si një zë i fortë, një çelës që hap dyert për zgjidhjen e problemeve. Më vjen mirë që rikthehem, jam mirëpritur dhe rikthehem tashmë në një pozicion tjetër, duke kërkuar votën në mënyrë të drejtë për drejtë nga qytetarët e Vlorës. Është hera parë në historinë e jetës time politike në këtë qark, po dhe më parë që unë kërkoj vot për emrin tim personal. Dhe do doja të ballafaqohesha dhe për ato që kam bërë, por dhe gjërat e tjera që marr përsipër të bëj. Unë kam bërë disa gjëra të mira për zonën tuaj, siç ishte rasti i procesit të legalizimeve dhe heqja e vijës kufizuese të zonës industriale. Ka qenë lufta ime personale dhe angazhimi personal. Dhe kjo është një provë fortë duke bënë njëri ndër vite. Kemi përballë dy zgjedhje. Në fakt është një për Vlorën, që është Partia Socialiste dhe Edi Rama. Gjërat do marrin zgjidhje vetëm në qeverisjen e Partisë Socialiste. Vlora ka ndryshuar shumë, ka shumë investime për Vlorën. Shifra e fundit që e prezantoi dhe kryeministri ishte 1.2 miliard dollar të investuara në qarkun e Vlorës, të investuar gjatë gjithë këtyre viteve të qeverisë socialiste. Shumë shpejt do të ketë një aeroport funksional dhe kjo do të sjellë më shumë ekonomi. Keni një mundësi për të votuar me kandidaturën time për një deputet me eksperiencë. Të gjithë ata që duan të votojnë Partinë Socialiste, me emrin e Damian Gjiknurit kanë dhe një garanci më shumë që modeli politik, siç duhet të jetë çdo socialist gjithëpërfshirës, i barabartë dhe njëri që mendon për të tërën, është më i sigurt. Kam dhënë prova që i kam hapur ato dyrë, kam gjetë dhe zgjidhje.